Policia e Maliqit ka arrestuar një 40 vjeçar në fshatin Orman, i cili dyshohet se qëllonte me armë zjarri në ajër, duke terrorizuar banorët dhe duke rrezikuar jetën e tyre. Sipas policisë, pas marrjes së njoftimit për të shtënat me armë, shërbimet e komisariatit të policisë Maliq kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe me mbështetjen e forcës së posaçme Shqiponja kanë bërë të mundur lokalizimin, neutralizimin dhe arrestimin e shtetasit me inicialet KA, 40 vjeç banues në Orman, i dënuar më parë për vjedhje dhe për prodhim e shitje narkotikësh. Në vendngjarje u sekuestruan një armë zjarri tip Kalashnikov dhe municion luftarak. Gjatë kontrollit në banesën e 40 vjeçarit, policia gjeti dhe sekuestroi fara kanabisi dhe një aparat metal kërkues në cilësinë e provës materiale. Në vijim të veprimeve u arrestua në flagrancë edhe një shtetas grek me inicialet DP 48 vjeç, banues në Athinë, për veprën penale mos kallëzimi i krimit, pasi ndodhej bashkë me 40 vjeçarin në momentin kur ai qëllonte me armë zjarri. Nga hetimet paraprake dyshohet se shtetasi grek kishte ardhur në banesën e 40 vjeçarit për të kërkuar flori me anë të aparatit metal kërkues, i cili dyshohet se ishte sjell prej tij nga Greqia. Materialet procedurale i janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korç për veprime të mëtejshme.